Sporti jep kontribut çmueshëm në zhvillimin dhe në promovimin e shtetit, sepse në shumë drejtime i përmenda faktorin ekonomik, faktorin politik, social, krijimin e vlerave kulturore, imazhin e shtetit në botë, dhe mendoj që jemi në rrugë mirë, po gjithmonë duhet ta mendojmë që mundemi edhe më mirë, sepse kemi potencial, rinia është e shkëlqyeshme, duhet vetëm t'i udhëzojmë dhe t'i drejtojmë në rrugën e tyre, në mënyrë që sukseset mos na mungojnë, që edhe sot i kemi prezente, e shoft rrugës që duhet punohet edhe më shumë, nuk duhet të kënaqemi me këtë çka kemi, por që sportin duhet ta marrim si mjet për të jetuar, sepse përmes sportit konsideroj që zhvillohet edhe rinia, zhvillohet shteti dhe faktorët të cilët promovojnë shtetin tonë, që e dim tashmë që nuk ka qenë e lehtë krijohet dhe sot e kemi, ne duhet ta mirëmbajmë dhe ta zhvillojmë në mënyrën më të mirë. Dëshmia më e madhe ka qenë edhe në faktin e organizimit të 10 vjetorit të njohjes së Komitetit Olimpik të Kosovës, ku ka ardhur edhe zotri Thomas Bach, ish presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, dhe kanë qenë të gjithë nivelet më të larta të federatave sportive, të organizatave tjera të komunitetit sportiv dhe lëvizjes olimpike, dhe të gjithë kanë qenë superlativ në komentet rreth rezultateve të arritura në sport. Mos të flasim edhe për rezultatet edhe të sportistëve elitar, të cilët unë vetë kom pas rastin me qenë prezent në fitimin e medaljeve në Algjeri, për shembull, ajo është një kënaqësi që nuk përshkruhet. E nuk po flas edhe për federatat e tjera që tani veç janë të organizu edhe veç janë të e njoftë bota Kosovën përmes këtyre organizimeve. Për shkak se ne kur organizojmë aktivitete të tilla, ato shtete që vinë marrin pjesë në Kosovë, ne kryetarët, sekretarët e atyre shteteve, mirë po edhe të Evropës, ne kemi takime, kështu që ata na përgëzojnë. Për shkak se edhe ata kanë pas dyshimet e veta për Kosovën, se nuk kanë mujt me ikë prej propagandës që është zhvilluar kundër Kosovës, kështu që Kosova për vite me radhë, domethënë nuk është më thjesht vetëm një shtet, një federat më shumë në familjen evropiane, po është një partner i Federatës Evropiane të voleybollit, edhe jo vetëm i Federatës voleybollit të Evropës, mirë po edhe i federatave tjera. Ne kemi pas rastin me nënshkru marrëveshje të bashkëpunimit edhe me Federatën Italiane, jemi duke aplikuar edhe me projekte tjera të përbashkëta, të cilat do t'i bëjmë publike në muajt ose që na presin vazhdim, kështu që Federata e voleybollit e Kosovës në këtë aspekt shihet një partner i barabartë me gjitha federatat tjera.